Sot më 1 tetor u rritën pensionet në masën 2.5%. Qeveria ka miratuar vendimin e indeksimit të pensioneve për 721.398 pensionist. Nga vendimi do të përfitojnë kategoritë e pensionit të pleqërisë, invaliditetit dhe familjarët. Pjesë e vendimit do të jenë dhe qytetarët të cilët dalin në pension duke filluar nga data 1 tetor. Pensionistët lushnjarë shprehen të indignuar për rritjen e pensionit me 2.5%, të cilin e quajnë turp dhe tallje për ta, por edhe dënim me vdekje. Nuk jam i kënaqur fare. Kam punu 20 vjetë punë, më ka rënë 15.000 lek. 15.000 lek nuk bën ujë drita e ilaqet e mia, për tonë kokër. Si pas ju është kjo rritje është tallje për pensionistët? Jo tallje, po vdekje. Kjo është tallja për komin shqiptar, për moshën tonë, për brezin tonë, që kanë punuar në minjera, në fabrika, në kooperativa, kanë punuar që këtu ato rrinë për vila e tallen me pensionistat. Jam në Greqi i pensionist, edhe këtu pensionist. Punova në kohën e Enverit në moshën 16 vjeç, e deri në 93-shin më ka dalë 100.000 lekë pensioni. Punova në Greqi 25 vjet, që dola 62 vjeç para kohe, ka dalë 650 euro. Është turp për komin tonë. Si kam qenë 17 vjeç në Firs, aksion të ndërtu hidrocentralin. As shtëpi, as pron, as i gjë. Kryeministri me këtë vendim i ktheu njerëzit kundër tij, u shpreh zëmëruar një tjetër pensionist. Ai Edi Rama këtë gjystoi 2.5, ai ka humbur veten, se më mirë mos kishte dhënë fare dhe ishte më i lumtur Edi Rama. Megjithë ka 2.5, ka humbur veten. Nuk ka njësë mi vetën më, po e ka kundra. Sipas vendimit të botuar këtë të hënë në fletoren zyrtare, pensionet urbane do të jenë 490 lek në muaj më të larta, ndërsa ato rurale me 296 lek, duke bërë moshën e tretë të ndjehet e pavlerësuar përsëri.